një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë sa që u detyrova me arë këtu. Gruaja shumë është e pasionuar për me marrë në shtetësinë e Kosovës. Kemi shtëpi këtu, kemi investuar shumë këtu, mbi €500.000, muj me thonë, kemi investuar këtë mundin në Kosovë, edhe i takon, megjithëse ajo e donë se kemi 2 fëmijë së bashku, edhe në herën e fundit, në test, kur na erdhi informacioni për me dalë në test, një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë sa që u detyrova me arë këtu në vendin tuaj, në televizionin tuaj, për me hap, me shpreh mendimin edhe keqardhin që jemi të lënduar aq shumë sa që nuk kam mujt me bo një sy gjumë. Kjo është e mjerueshme për ata njerëz që kanë bo këtë testin. A janë njerëz ata, a kanë mëshirë ata, a e din që është mërgat ata. Jetojmë në një shtet më të fortin në botë, po mendjen e kemi këtu në Kosovë.